Jozi thyen rekordin e Luizhellit, jo për atë çfarë po mendoni, por për këtë fakt. Pas incidentit të bujshëm që ndodhi në prajmin e gjysmëfinales ku Josefin Marku goditi me shpull gjistin, duket se emri i tij është në qendër të vëmendjes në çdo cemp të rrjeteve sociale e mediatike. Jo vetëm që ka bërë xhirën e rrjetit me ngjarjen e tij, por ai madje ka vendosur edhe të mos reagojë, gjë që ka sjellë që Instagrami i tij të shtohet me 30.000 ndjekës, teksa pritej që numri i tyre të zvoglohej e kundërta ka ndodhur. Madje jo vetëm kaq, por ai ka arritur të thyej dhe një rekord që deri më tani duke i paarritshëm, atë të Luizhellit, i cili për një kohë të gjatë mbajti fronin më të popularizuar në këtë vend. Sipas burimeve të ndryshme, Jozi ka kapur shifra rekord në shikueshmëri, përmendje, por edhe reagim online, duke lënë pas çdo personazh tjetër publik të momentit. Duket se dhe shtimi i përdorimit të teknologjisë nga të rit ka bërë që rekordi i Luizit për momentin kur shprehu se është i sëmur e ka lënë në vend të dytë, teksa Jozi tashmë mban kurorën si më i përmendur nga TikToku për një kohë kaq të shkurtër. Nga TikToku në Instagram, në Snapchat, në Twitter e kudo, në Facebook e deri te titujt e portaleve dhe në YouTube, Jozi duket se ka qenë emri më i përfolur në shqiptari në këto momente. Ekspertët e mediave sociale thonë se ky është një fenomen i rrallë e i papritur që tregon fuqinë që mund të ketë një moment i vetëm kur përplasjet janë në vëmendje të publikut. Ata kanë çuditur duke thënë se ka kaluar edhe rekorde të politikës, duke shkruar: Luizi është i madh, por Jozi ka shkruar historinë në mënyrën e tij. Janë shprehur ata, teksa edhe komentues online, disa fansa e disa të tjerë që e urrejnë, duket se të gjithë kanë bërë punën e tyre në këtë rekord të Jozit. Ato do vazhdoj ta mbaj Jozi këtë ritëm ramendes, teksa duket se gjithçka ka ardhur me një kosto, pasi kanë qenë edhe njerëz të shumë, por edhe diskoteka që e kanë bërë non grata gjatë gjithë jetës për të performuar në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Pritet të shihet, pasi momentalisht ai është vërtet mbreti i vëmendjes në Shqipëri, por a do ta kapitalizojë në sukses apo në dështim, kjo mbetet të shihet në të ardhmen.